Hapi i parë më i rëndësishëm para se të filloni një aktivitet fizik është kryerja e analizave të duhura për gjendjen metabolike aktuale. Ky hap është thelbësor për të pasur një pasqyrë të gjendjes suaj fizike fillestare dhe për të kuptuar pikën e nisjes. Është i ngjashëm me një navigator që kur i përcakton destinacionin duhet fillimisht që të përcaktojmë pikën e nisjes. Sa është masa muskulare para stërvitjes? Kjo na shërben për të kuptuar nëse gjatë aktivitetit fizik ne do shtojmë apo do humbasim masë muskulare. E njëjta gjë vlen edhe për metabolizmin tuaj. Si është metabolizmi juaj tani? A është ai i shpejt apo i ngadalt në krahasim me moshën tuaj? Sa është pulsi juaj në gjendje qetësie tani? Po në fillim të stërvitjes? Po në fund të saj? A e dini se pulsi përcakton shëndetin e sistemit tuaj kardiovaskular? Sa është përqindja e dhjamit trupor tani? Dhe sa duhet ta ul atë që ta çojë në gjendje normale? Të gjithë këta komponentë përcaktojnë rrugën e duhur nëse keni në plan të filloni çfarëdo lloj stërvitjeje. Bëni si fillim një seancë të parë testimi fizik metabolike që të keni një pasqyrë të gjendjes suaj fizike para vendosjes së qëllimeve.